për mu ka qenë një gare e vështirë, sepse të 4 personat kur i plotësojnë kriteret, kur vejnë në votim, dhe për ata që zgjedhin për KLP-n ka qenë e vështirë zgjedhja. Por në fund fare njëri do fitoj, do zgjidhet njëri i pari midis barabartë, primum inter pares, si thojnë në latinisht, dhe është bërë një zgjedhje e dur. Të gjithë personat konkurruesit i plotësojnë kriteret, por zgjedhi prokurori Grau. Mendimi im personal është që prokurori Grau, do shikoj dosjet e vjetra, po të kemi parasysh, Spaku ka dosjet vjetra, ka dosjet vjetra, edhe është e vërtet dosje 21 janari që përmendi dhe avokat Beqiri, që është një dosje vjetër, duhet i jepet zgjidhje provave që të merren, sepse nuk është normale që dosjet vjetra 5 dhe 7, 10, 15 vjet të rinë në dorë. Prokuroria duhet të zgjidhë çështjet sipas mënyrave të parashikuar në Kodin Procedurës Penale. I pëlqen njerëz pala apo jo, është më mirë kur hetimet përfundojnë dhe i jepet fund. Kto mendoj që këto dosje do jenë të çështjet prioritare. Mendoni që dosjet si 21 janarit do jenë prioritare thonë? Po mbledhjen e provave. Kemi parasysh edhe të çështja 21 janarit, prokurori Brau është i ftohtë kuptimi, nuk është se ka pas ndonjë lidhje, domethënë me dosjen, nuk është ai prokuror që e ka ndjek çështjen, se të kemi parasysh edhe në fillim çështje. Ka ndjek Zoti Dumani apo edhe një tjetër? Jo, flas poshtë një prokuror tjetër, por ideja është e tillë që në fillim Spaku pari është Alfred Sheu. Nuk e ka pranuar të çështje. Të kemi parasysh çështjen e 21 janarit. Biles edhe në gjykatë lart, prokurori ka mbajtur qendrim që të mos hetohet kjo çështje nga ana jonë. Por ka qenë gjykatë e lartë e cila e ka Imagjino, se kjo është tani. Po pra dhe duke qenë një prokuror edhe ai po jeton që mos flasësh më fare. Po vërtet. Pastaj çfarë pune tjetër ka Spak vetë të këtu ke ti ecësh këtu ti ecësh në kundër rrym lumit, ta marrësh lum jo detit, po ti dalësh lumit përballë, të ecësh përballë. Ndërkohë gjithë opinioni publik thotë po 20 janar, mos ata ajo nuk ka pasur kuptimin e një dhe si drejtues besoj se Besoj do ta rregulloj këtë. Sepse edhe prokurori pavarësisht drejtuesi mund t'japi urdhra jo detyruese në kuptimin për prokurorin, pavarësisht se prokurorët janë të decentralizuar në kuadër të zgjidhjes së drejtë të çështjes. Kam besim te kjo edhe një gjë para se ai fjalën bëni. Fakti që ky ka jetuar zotin Llava, pra ky ka patur themi se edhe ajo ka një çik e sikletshme kur ti heton një kolegun. Jo, nuk do drejtim është pozitiv, ka pozitivitete. E para e dëgjova sot që tha kemi nisur hetime penale ndaj prokurorëve për rrjedhje informacioni në mënyrë të palishme, se për tha për bëjmë penale. Pra tregon që në këto pika është i ftohtë. Ka 6 vjet Spaku. Jo vetëm aq. Ka një prokuror dënuar për rrjedhje të sekretit. Po ta shohim pra se ky zotëria që u zgjodh sot tha po. Ndoshta janë dyshime. Ky faktikisht ka treguar një lloj personaliteti, kuptimin e mirë të fjalës profesionale, se jo vetëm Llallën, po bie fjala, ky e ka patur mik të ngushtë dhe është një realitet. E njohim neve atë Zarkën, prokurorin Zarka. Kanë qenë bashkë task forca atje në Vlorë, prokurori. Dhe kur erdhi problemi ai arrestoi. E çojmë burg. Pra le të themi, duhet me pas integritet. Jemi shok, jemi miq, po ligj është ligj, domethënë për vërtetës ka integritet moral dhe profesional. Shiko, qëndrojnë të gjitha këto pika që u trajtuan këtu, që i përkasin Spaku dje. Po sa me ato do e krahasojmë? Jo, i përkasin Spaku dje. Ajo që më interesoi dhe që mendoj që vlen për të debatuar është Spaku sot. Në fjalimin e tij, në fjalën e programin e tij, për herë të parë ne shohim një prokuror të Spakut i cili ngre problemet që kemi ngretur ne. Dhe që kur ai filloi të ngrinte problemet që kemi ngjitur ne, unë që në atë moment mendova ky ka marrë mesazhin e plot dhe ky do jetë kryetari. Pse? Këto janë problemet që ka Spaku. Sot, i sotmi, rrjedhja e informacionit. Masa shtrënguese ekstreme. Provat telefonatat janë prova. Dhe me drejtë ngrehet, nuk është telefonata provë. Telefonata është indicie. Dhe këto çështje, pra këto problematika që i kemi ngritur neve, që na kanë akuzuar, jo po luftoni Spakun, nuk po luftoni Spakun. Standardi i Spakut është problemi kryesor që ka pas Spaku në të gjithë debatin që kemi bërë ne këtu. Po këto standardet kanë bërë goditje të padrejta në Shqipëri. Të padrejta të cilat kanë hapur perceptime. Ai nuk kapi edhe një moment tjetër që Spaku me veprimet që ka bërë në shumë momente unë e shoh si një faktor tjetër politik në Shqipëri. Pra është implikuar, po kush e korrigjon këtë? Që nuk duhet jetë praktikisht. Prokurori nuk e kap këtë, sepse
interpretimi i ndërhyrjes të SPAK-ut në politikë nuk i takon këtij prokurori. Ky ka ato probleme që janë realisht probleme të cilat duhet korrigjohen urgjentisht të SPAK dhe i kapi. Dhe çuditërisht 4 çështje që ai ngriti, të 4 janë që i kemi debatuar ne këtu. Ne këto kemi debatuar. Sa i preku dhe një pikë shumë të rëndësishme që besoj e dim të gjithë, sidomos ju që merreni me këtë punë, le ta themi, në kohën e Dumanit, nëse kishte një krisje, ajo krisje u kthyen për plasje midis SPAK-ut dhe BK-s. Dhe BK-s. Kjo ishte shumë e rëndësishme që ai e ngriti dhe e quajti këtë problem të ezauruar, bile shkoj dhe më larg, tha do vi një moment që ne kemi kapacitetet, aja që më bëri përshtypjet edhe ta themi troç. Që më bëri përshtypje mua shumë pozitive nga performanca e zotit Brau sot, ai nuk u ankua. Ai tha, përkundër se ne kemi kapacitetet, por ne do të shfrytëzojmë më mirë. Ne do vi pika ata, do shkëputemi nga policia, do bëjmë aksionet vetëm me BK-n, sepse do na shtohen numri hetuesve. Pra, ndryshe nga zoti Dumani që ngrinte gjithmonë alarmin, mandati, rroga, mjetet, kjo, ndërtesa etj. Ajo që pashte zoti Brau ishte fakti që jo, ne i kemi resurset, duke lënë mesazhin që ndoshta nuk i kemi shfrytzuar si duhet. Dhe kjo për herë të parë nga ana menaxheriale, sa ai është menaxher, është administrator i ndërtesës. Administrator është ai. Mua më la një përshtypje të mirë. Ose dhe kushtet tani janë krijuar, se na 60 që ishin antar të BKH-s, hetues, tash do i bëhen 100, kështu që Po, foli për herë të parë, ne po shohim një prokuror, tashmë po shohim kryeprokurorin, i cili po ngre problematikat. Nuk i kemi diskutuar deri tani këto problematikat, por kur vim tek deklarata e ambasadës amerikane, po shikosh me vëmendje ambasadë amerikane nuk ka çështjen e korrupsionit. E kemi deklaratën, ju lutem, do ta kemi në screenshot. Orientimi i SPAK-ut drejt korrupsionit e ka bërë ata faktor politik. Dhe ambasada amerikane ka probleme që janë të sigurisë dhe shef të institucion në mënyrë posaçme si një ndihmës në marrëdhënie tani dhe këtu vjen pse ambasada amerikane në një moment dhe ambasadorët janë prezent. Deri në këtë kuadër, natyrisht ne i qëndrojmë faktit që ishte i panevojshëm prezenca e tyre atje dhe unë ngre dhe një problem tjetër që nuk e di sa do përkrahet, po unë e kam patur shqetësim sepse janë shumë çështje që janë filluar pa prova, ose me prova të makta, të debatueshme që kemi bërë ne këtu, që kanë prodhuar në opinionin publik një perceptim që këto dosje nuk janë dosje që kanë prova dhe që janë të vërteta, por që janë nisur si rrjedhim i urdhrit që kanë dhënë ndërkombëtarët. Dhe na del SPAK-u këtu ne që nuk është organ i cili zbaton ligjin, por që merr urdhra dhe thjesht urdhrat i kthen në ekzekutim ligjor. Dhe ky perceptim është bërë shumë i rëndësishëm tani në Shqipëri. Ju mendoni që sinjalet që danë sot amerikanët, por edhe në mënyrë se foli Brau, sugjerojnë, janë indicje që kjo gjë mund korrigjohet? Deri tani unë nuk mund ta them një gjë tillë sepse ne diskutuam prezencën e ambasadorëve të cilët e shtuan dhe më tepër protektore aty ndaj prokurorisë. Por ama nuk e di se do veprojmë tutje. Si do jetë fokusi? Por sot në këtë moment unë them një çështje që nuk u trajtua dhe nuk u kap nga askujt. Dhe një çështje tjetër që duhet trajtohej me dojmos është edhe cilësia e hetimit. Sepse kam parasysh, unë kam ndjekur me shumë interes historinë e FBI-t. Edgar Hoover, në momentin që ka marrë pozicionin e FBI-t, e ktheu në shkencë FBI-n. Pra ai krijoi departamente shkencore të cilat e bënin hetimin. I orientonte prokurori, por ishte departamenti shkencor, qoftë i matematikës, i kimisë, i fizikës, i kriminalistikës. Kjo ishte ana shkencore, se ke marrë shembull i cili Gjithsesi, lutem se po hyre ke Hooveri pastaj. Se themi gjë të tillë, sepse gjithë shtrigash me kilometra. Jo, prandaj po them. Ishte koha e tillë. Dosje për 2 vëllezërit Kennedy. Ishte koha e makartizmit. Jo dosje fort, po, makartizmi i çik më vonë, edhe pak më vonë. Sa i ka qenë gjithsesi sepse hapa një temë diskutimi që është vërtet për diskutuar. Ka qenë prokuror në kohën e luftës. Por në 4 dosje që un kam dorë sot, përveç njërës që kam patë që është një studim i shkëlqyer brenda, që ka dhe interpretim juridik, ka dhe interpretim partizanit. E partizanit, po. Ajo është dosja që në dorën time që ka rënë që është jo kompletuar, por ajo është shkencë në vetvete. Dosja e tjera? Dhe atje ke ekspertizë urbanistike, ke ekspertizë financiare, ke ekspertizë ligjore, të gjitha dosjet janë skandal në vetvete. Nuk absolutisht, prokurorët nuk bëjnë gjë tjetër, veç se marrin celularin
ose mirë thënë marrin, dëshifrojnë çfarë ka celulari dhe të gjithë të dhënat që ka celular i kthejnë në prova dhe nga prova fillojnë ngret akuza. Dhe po ta shikojmë me vëmendje, ka insistuar shumë Bravo insistoi shumë te kjo pjesë. Pse? Pse ka insistuar? Sepse ka rënë cilësia e timit për masa të tilla që hetuesi prokurori nuk është gjë tjetër vetë se një zbarë si përgjime, gjeta një fjalë këtu unë. Merë tjetrin për ato. Kjo është jashtëzakonisht e rëndë. Patjetër, vetëm duhet shkojnë ndërprer publicitare dhe flasim pikërisht të çfarë do jetë SPAK-u deri në dhjetor 2028 në drejtimin e Braus, a do ta kthejë ai, ta stabilizojë atë në institucion ku hetohen mbas provave dhe fakteve. Dhe siç e tha edhe vet Brau, mund ketë raste kur faktet tregojnë që i pandehuri, personin e tim është i pafajshëm. Rikthehemi pas pak.